por me shkeljet e supozuara të obligimeve dhe të traktateve dhe të domosdoshme, nëse do të mund që të shkonit përpara me një rast të tillë, dhe kjo do të ishte rasti kundër Serbisë si qeveri, dhe do të duhet që të ketë edhe qëllimi i gjenocidit nga kjo qeveri. Dhe prandaj kjo do të ishte më ndryshe se sa siç do të kishte qenë kundër Miloševićit dhe do të është më ndryshe, dallon. Jam shumë pjesë të dëshmive, nuk i kam rishikuar ku keni supozime nga që qeveria kishte qëllim për gjenocid kundër shqiptarëve etnik të Kosovës. Por si që dini, ishin gjitha ato pengesa procedurale që do të duhet që të i kaloheshin me sukses që një shtet si Kosova, e cila nuk mendoj që ka as status të vëzhguesit në Kombet e Bashkuara për ta vazhduar, por ka shumë akademik, përfshirë edhe akademik shumë të ditur të Kosovës, që thonë se është e mundur, por më i kthejmë edhe njerëz se si kanë filluar vendimi për të bërë një aplikim të tillë, do të duhet që të merrej me kujdes të madh. Sipas mendimit tim, si i jashtëm, që ndoshta nuk është, unë nuk jam shqiptar i Kosovës, nuk pretendoj që jam, ju dhe unë dallojmë. Por nga pikëvështrimi një të huaj është se do të dëshiron që një vendim i tillë të mos jetë vendimi një partie politike, por të jetë vendim i shumicës së popullit që pajtohen dhe do të duhet që të fillonit procesin duke kuptuar që mund të dështoj për shkak të gjithë këtyre pengesave. Prandaj ju duhet që të keni edhe një proces paralel i cili do të ishte në përmbyllje të kënaqshme. Kjo është një përgjigje e gjatë, shpresoj që ishte e duhura. Zotinaj, sa herë dëgjoj mbiemrin tuaj, më kujton ato seancat e gjata të Hagës në ballafaqim me Miloševićin, kur ai ju referohej juve në vazhdimsi. A ju ka mbetur peng juve që nuk shkoi procesi deri në fund, dhe a mendoni që ai do të dënohej me një burgim të përjetshëm si dënim kapital dhe maksimal që kam përshtypje që e ka patur në kodin penal Tribunali i Hagës, po që se ai do jetonte? Qartësi si profesionist,